unë dua të shpreh një shqetësim të thellë, serioz dhe urgjent në fakt, për çfarë po ndodh edhe në këtë moment, edhe dje edhe pardje, edhe 5 ditë përpara në Greqi. Vazhdojnë të vinë indicie, informacione që në ato që quhen qendra të shërbimeve postare, që zakonisht janë lokale të lojrave të fatit, njerëz të pa identifikuar, pa i kërku identifikimin e tyre, marrin jo 1, por edhe 10, edhe 20, edhe 50, edhe 100 zarfa votimit dhe i kthejnë në këto lokale, pa vendosur firmën e tyre dhe pa dorëzu shenjën e identifikimit të tyre. Nëse një vot hidhet në një lokal të lojrave të fatit dhe në të njëjtën kohë, në errësirë, pa identifikim dhe pa firmë të personit që i merr, sigurisht që kjo nuk është një vot që mund të vlerësohet.